Si ju duket jeta këtu? Si e konsideroni jetën tuaj këtu? Si të mirë, të keqe, mesatare, nga pikpamja jo e materiale, nga pikpamja e energjisë që keni çdo ditë? Unë në fakt e kam bërë rregull me veten time që të bëj udhëtime të shpeshta, të paktën 1 në muaj. Dhe ndoshta të thuar gjithmonë shikon atë gjën e bukur, nuk shikon problematikat e një vendi, por mund të them që mezi pres të vi në Shqipëri. Ndërsa për ta lidhur se si e shikoj unë dhe nëse do doja të jetoja jashtë, nuk do doja të jetoja jashtë. Jo se ju jeni kryeministri i Shqipërisë edhe po e them këtë gjë, me të thënë të drejtën, nuk e kam ndier kurrë veten dhe nuk e kam menduar kurrë veten jashtë. Duke menduar që kam vetëm një jetë dhe dua ta jetoj me njerëzit e mi, me prindrit e mi dhe mendoj se çdo vend të ofron të njëjtën gjë. Rëndësishme është të ndihesh rehat, lumtur, qetë. Këtë mendim kam pasur, këtë mendim kam dhe këtë mendim mendoj se do të mbaj.